dhe dalitot miq në programin Mjeshtër të dritës e gjies. Moderator Ilir Tsenko. Shkodrani tjetër. Gjon Rota Shkodër 1893 Vlorë 1931 që mbahet ndër fotografet e parë shqiptar në Vlorë ishte vëllai i piktorit të njohur Simon Rota që kishte studiuar në Itali në Brera, Milano. Në ateljen e tij fotografike në qytetin bregdetar ai punonte kryesisht me komunitetin e qendrës dhe rrethinave. Gjithashtu në Vlorë, Gjon Rota u martua me një vajzë nga Fieri nga një familje e njohur atletare, Kilica, Athina, me të cilën pati vetëm një djalë, Gjorgjin. Edhe ky lëvroi fotografinë në Tiranë më tepër për popullatën, Foto Skënderbeu vitet 50-60. Si shumë mjeshtra të aparatit me studio vetjake edhe Gjon Rota, fotografoi ngjarje të ndryshme, politike shoqërore fetare, shpesh të paporositura, por edhe për kënaqësinë e tij vetjake. Në to shpërfaqet ndjesia e tij ndaj të bukurës, kjo sidomos në peizazhe. Një set fotosh të Gjon Rotës i përket shkollës së parë shqipe të Vlorës, e cila në atë kohë quhej Shkolla Plotore dhe që më vonë u emërtua Shkolla numër 1 dhe tani 28 nëntori. Atëherë, në vitin shkollor 1926-27, drejtori i shkollës ishte bashkëqytetari shkodran i fotografit, Gani Dizdari. Fotot paraqesin pamje nga veprimtari të ndryshme të nxënësve, por edhe gjithë trupin pedagogjik bashkë me ta parandërtesës së shkollës. Në to bie në sy ndër të tjera, qëndrimi dhe veshja e rregullt e nxënësve, përveç atyre të mësuesve. Gjon Rota ka bashkëpunuar ngushtë dhe me fotografin dhe botuesin e njohur vlonjak, Ibrahim Shyti. Ky i ka botuar dhe shpërndar disa foto të kthyera në kartolina postare. Një nga këto foto është edhe peizazhi i qytetit vitit 1928 fotografuar nga veriu, diku poshtë qafës së topit. Objektivi i aparatit të Gjon Rotës ka kapur pjesën kryesore të qytetit, rrugën për në skel, ujin e ftohtë, detin e deri tek Karaburuni në sfond. Fotoja ka vlera njohëse, por flet dhe për aftësitë piktorike të fotografit gjatë kuadrimit të pamjeve. Dy fotografi të tjera të Gjon Rotës, të cilat u shtypën edhe si kartolina, paraqesin pamjen e sheshit të Flamurit dhe portin e skelës. Ato mund të futen në peizazhet urbane dhe sot mbartin shumë vlera dokumentare dhe historike. E para, që i përket vitit 1919, është marrë nga poshtë kodrës së Kuzbabas dhe paraqet sheshin e Flamurit, sarajet e vlorajve të rrethuara me mur e pemë. Para prishjes së tyre dhe në krah të tyre duket shtëpia e Sharajve. Në atë kohë, ato ishin ndërtesat kryesore të qendrës së Vlorës. Në banesën e familjes Vlora, shtëpia e Xhemil Vlorës u mbajt më 28 nëntor 1912, ku vendi historik, ku Ismail Qemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ajo u shkatërrua edhe nga mospërdorimi gjatë monarkisë, ndërkohë që tjetra, shtëpia e Sharajve, u prish me shpërthim me dinamit gjatë periudhës së komunizmit në vitet 80 për të ndërtuar një hotel që kohët e fundit pritet të përurohet. Të dyja hynë në listën e gjatë të ndërtimeve me vlera historike, që sot nuk gjenden më, të cilat përbëjnë atë që quhet Shqipëria e humbur. Duke përdorur këtu shprehjen nostalgjike e njëkohësisht qortuese të krijuar nga publicisti i njohur Ylli Polovina. Fotoja e dytë është realizuar në portin e Vlorës në vitin 1927, pranë doganës së atëhershme. Fotografi Rota e ka shkrepur aparatin nga moli numër 1, këtë emër ka dhe sot, i ndërtuar, sipas një fotoje të Kelmarubit, përpara vitit 1908 nga autoritetet turke të qytetit. Në vitin 1927, shteti shqiptar dhe tregtarët vendas kishin kohë që kishin nisur marrëdhëniet e shumta me jashtë, eksportonin prodhime bujqësore dhe minerare dhe sillnin mallra industriale, kryesisht nga Italia. Në balë të fotos duket ndërtesa e asaj kohe e kapitenerisë së portit, ndërsa tutje me vështirësi dallohet dykatëshja e qeverisë së Ismail Qemalit, mbështetur në një ndërtesë tjetër që sot nuk është më. Në sheshin përpara duken mallra të ndryshme në pritje të lëvizjes së tyre.
Një foto tjetër që pasqyron një çast nga pritja në Vlorë e motrave të mbretit Zog është gjetur në arkivin qendror me autorsi Foto Rota. Ato paraqiten duke zbritur nga makinat para bashkisë, sot Muzeu Historik, ku shihet roja e nderit, autoritetet dhe banor të shumtë. Aty u pritën me nderime dhe nga kryetari i bashkisë, poeti Ali Aslani. Në sfond të fotos duket ish xhamia e tabakëve, shembur më 1967, dhe djathtas ish hoteli i kinezëve. Fotoja është e vendosur në një kornizë të mirë kartoni. Dihet se ajo vizitë është e vitit 1937, kohë kur fotografi John Rota kishte 6 vjet që ishte ndarë nga jeta. Nga vula eliptike në kornizë dallohet vetëm pjesa e sipërme, fotografia Rota. Edhe i biri fotografit, Gjorgji, mendojmë se nuk ishte në moshë për të realizuar foton, kështu mund të hamendësohet autorsia e Ibrahim Shytit, gjë që pret vërtetim dokumentar. Fotografitë e më sipërme futen edhe në gjinit e fotografisë dokumentare dhe historike, mjaft të rëndësishme për studime të shumëllojta. Historian, kërkues të fushave të ndryshme, si dhe njerëz të tjerë kureshtar për të shkuarën e vendit, mund të gjejnë tek fotografia dokumentaro-historike një burim të veçantë e të pagabueshëm njohurish, madje jo vetëm pamore. Në të përfshihen dhe fotot e 2 shkodranëve, Kol Maca e Gjon Rota, të cilët kanë fotografuar me dashuri në Vlorë gjatë 10 vjeçarëve të parë të shekullit të kaluar, duke lënë për brezat shenja foto të vlefshme historike mbi jetën politike e shoqërore, si dhe për natyrën dhe arkitekturën e qytetit të flamurit. Botuar tek revista Klan 6 mars 2013, tek Gazeta Standard 13 mars 2013 dhe Dielli 24 mars 2013. Unë jam Ilir Cenko dhe kjo është Bruko Broadcast Radio. Të dashur dëgjues, do ridëgjohemi përsëri javën e ardhshme me fotografi ndardhar Thimi Raci. Miru dëgjofshim.